Në vigjilje të Krishtlindjes, kryepeshkopi i Tiranës, Durrësit dhe gjithë Shqipërisë, Ioani, u ka drejtuar besimtarëve të krishterë një mesazh urimi duke i ftuar të jetojnë këtë festë me përulësi, dashuri dhe kujdes për njëri tjetrin, veçanërisht për ata që ndodhen në nevojë. Për çdo njeri që kërkon paqen e brendshme, të vërtetën dhe plotësinë, festa e gëzuar dhe plot dritë e Krishtlindjes vjen si rrezë shprese, ngushëllimi dhe paqeje. Është detyra e çdo të krishteri ta përhap dhe ta bashkëndajë këtë dritë me të gjithë botën, sepse vetëm duke ndarë atë me të tjerët, drita mund të mbahet dhe të rritet. Përndryshe, ajo do të errësohet dhe përfundimisht do të zhduket. Ai nënvizoi se bota sot ka më shumë nevojë se kurrë për dritën e Krishtit, pasi një jetë pa praninë e Zotit shndërrohet në një jetë pa dashuri, pa gëzim dhe pa shpresë. Është nevojshme sepse një jetë pa praninë e Zotit bëhet e mjerueshme, duke kthyer në një jetë pa dashuri, pa gëzim, pa dritë, një jetë e errësirë. Vetëm prania e Tij mund të ndriçojë zemrat dhe shpirtrat tanë dhe mund të japë jetës sonë dritë e gëzim. Ai është drita në errësirën tonë. Kryepeshkopi thekson se Krishtlindja merr kuptim të vërtet vetëm atëherë kur shprehet përmes veprave konkrete të dashurisë, ndihmës dhe solidaritetit ndaj të varfërve, të smurve, të vetmuarve dhe të gjithë atyre që janë në vështirësi. Këtë mund të realizojmë duke pastruar zemrën tonë nga çdo ligësi, e duke mbushur atë me dashuri dhe përulësi ndaj të gjithë njerëzve, sidomos ndaj atyre që janë në nevojë, në varfëri, në sëmundje, në dëshpërim dhe në vetmi. Kryepeshkopi i Tiranës, Durrësit dhe gjithë Shqipërisë uron që kjo festë e shenjtë të ndriçojë zemrat e besimtarëve dhe ta kthejë shoqërinë drejt mëshirës, paqes dhe bashkimit. Gëzuar Krishtlindjen dhe për shumë vjet.